heroina. Jam 17 vjeçare. Nëse më pyesni prej nga jam, dhe si e kam emrin e mbi emrin e vërtet, nuk do të më pëlqente që t'tregoja. Ajo që doja që t'tregoja është një ngjarje. Një ngjarje vërtet, e cila mua më pa ndodhur se të një vet. A det, herë bëndeshi, e herë nxenë të dielli. Me që kisha të vija në fakultet, nëna mi dha disa gjëra që t'ja sedja vllau te mali. Andaj, së pari më duhet të vija tek banesa ku mali banante, e pastaj të shkoj në fakultet. Nuk isha në djeni se në fakt çfarë po ndodhte. Mali duke i shqetësuar, dridhej. Unë kur në jetën time nuk e kam parë në një gjendje të tillë. Desha ta pyesja se poraj ma bëri me shenjë të heshtja. Unë kur në jetën time nuk ja kam kthyer fjalën malit. Ai ka qenë më i madh se unë, dhe fjala e tij ka qenë leq për mua. Në dhomën e vogël, ku mundova ta përgjej bisedën e tyre. €20 kushta. 45 kipash. Unë s'kam. Se po thirë ma se s'ki. Nëse ma jep motën, fali ki. Amen. Unë kur unë do të besoja se mali është në atë gjendje. Unë kur unë do të besoja se mali është narkoman kronik. Unë kur unë do të besoja se vllau në duart të cilit u rrita do të më jepte për 1 gram heroin.
vllahun tim e vrau heroina. Unë u bëra heroin, sepse me heroin vrava dikë që vriste njerëz të tjerë me heroin.